Nuk përdoret kjo se qëre ka rrok shivi, është prish kjo, është prish zemrën me dis, kjo nuk vyn punë mo hiq. Preqisojnë na presën me hangër diçka. Kjo orë nuk vyn mo sen, tash teret kjo edhe livrohet. Sen nuk pres pisoj. E kom pas shit në krejt, ma ardhe ka këshyrë Elkosi, ka thonë nuk bojnë punë. Nuk bojnë se im prish prej ujit, ka najtë shumë uj. Këto dami ka që zoti, po sa do pak me dalë shteti, me në ndimu, i shkon mirë se këtu jenë argju 20.000 euro i nështi vetëm qëtar, me nafta, me fara, me shpenzime, me punëtor 20.000 euro po të betojnë atë zotin qëtar i kina shti pasha Allahin e madhë. Ramadana, mundesh me na tregu problemet me cilat jeni has pas vërshimeve të fundit këtu në Kosovë? Me problemet jeni përhap sidomos këto bimet që kena pas mielëra, lakrën përshinja dhe vetë, pas vërshime në kena dash me fillu tregi tu, se kemi pas përësina, po shkak i vërshime tash nuk muj me punu. Tash të duhet me i livru, se nuk bojnë pun, i ka prej shivu, i ka marrë ngrica, ma nuk dvinë sen. Kena treguve që tash tu do të me asgjësu edhe nuk përduren, ma nuk shiten. Ja. Po sa ori ju kanë dëmtu? Dhe me thonë që kjo është 80 ari. 80 ori ju kanë dëmtu prej vërshimeve? Po 80 ari janë që të që, 80 ari. Raveci, Suari, Kadrenosi, Po, Malisheva... Krejt. Kam pas shumë probleme, dhe me thonë, po saksisht të në qiflak, qëfar probleme tjera ju kanë shkaktu juve vërshimet? Kemi pasur probleme të ushqimit të kafshëve, dhe me thonë 350.000 kila silazh të kafshëve, i ka prishur, i ka dëmtu vërshimet, ato nuk bojnë, ashtu edhe sanën e ushqimin e lopëve, s'kemi që të rrugdali. Po Ramadan, a keni pas ndimes nga shteti për gjithë, ose a i keni llogarit domet që ju kanë shkaktu? Po, shumë... Damet i kena llogarit edhe komuna Rahovecit jenë ardhë, dhe me thonë tash për kitarën këtu, kanë thonë nuk kem shka japëm pare për këtë arë, e për një arë tjetër shohum a ka mundësi me bëjmë diçka, po për kitarën kanë thonë jo. Po kjo arë është dhe me thonë 80.000 kila, është vitëm që kjo arë që kena me i pas prej, që mba 80.000 kila. Po s'po llogaris dhe me thonë vitëm ka 20 cent e kena pas në shqitjen, që kena pas me i prej. Kilogrami 20 cent. I këshëm marrë dhe pare, po tash vërshime, tash e ka rrog ngrica, edhe ma nuk bojnë punë, tash duhet sa të du me i lavë. A tjetër që edhe kur e keni livru edhe i keni mbjell të ka pas, dhe me thonë shpenzime, me qëfar shpenzime dhe me thonë? Po shpenzime, ka pas shpenzime të naftës, të frezit, të lavret, të punëtorve, shpenzime, shumë shpenzime të maja, paqetat e farët që a duf me shku me ble, që a duf me përësi, që a duf me që herët me shku me marre, 100.000 shpenzime për më mjelle, për më bashtu, po kjo vjen prej Zotit, shka të vjen mirë se vjen. Dhe më thonë shumat mdoja investime? Shumat maja investime, krejt senet që kena bon këtu, krejt me shpenzimet tona, me nafta, me lavra, me punëtore, me fara, me krejt shpenzimet maja, vetëm qitare kena bon. Do më thonë, mira euro investime kanë shku në ta? Mira euro vëlla. Në qitare në posi, do mos që tu kënë shku shumë, shumë pare, shumë shpenzime, shumë mundje, i na qu heret për mi punu, me i preshite, jo me i frizat, me goldone, u do kemi bajnë, mas me lanas një fijet barit, qitar kena vujt mas shumë ti. E qësh për një është të danko sot për kreshe orën tonë në këndgjendje? Ani pse nuk është në dorën e njerit kjo, këto puni ka tjetër kush në dorë edhe si kem në ndorë, për prapë në shteti është dasht me ausgjat juve dorën edhe mos me jolon kaq. Unë në këtë moment dina shumë, jo i ndi shumë mirë, po këto vjen prej Zotit, i ka qu këto dame, i ka qu Zotit, po sa do pak me dalë shteti, me në ndimu, i shkon mirë se kanë ban shpenzimet maja, kanë ban mundi, me motra, me vlazni, me nipa, babë, e nanë, e krejtë që të që e priqisajnë në prejse me hangër dishka. Pasha Zotin. Po njerëzit ajo kanë
Ndihmu sa do pak në shta kolegët e juj ose diçka. Jo, A keni vallaj. pas ndihma prej dikujt? Jo për zotin, jo. Jo s'kena pas se edhe ata fshatarë tonë një ndi keq, edhe ata kënë pas qështu sigurone. Gjithë katoni mirë me qëtë lami, me qëtë pune, gjithë katoni pritën veç për saj bojësie me angë, po edhe fshatër gjysë nuk ka prish. Shkur të Shqip, do me thonë, nuk keni pas ndihmë. Ja, s'kena pas ndim as prej qeverijës, as prej komunës, unë të kallzova, jenë ardhë me na vizitu, për qëtarë kanë thonë nuk japin pare, po qyshtje pare, po nuk japin pare se a dish kur vinë me vizitu ata? Ata vinë me ban vizitat në ora 5 mas dite. Në ora 5 mas dite shka pa dush me arti me ban vizitat. Ku dush me arti vizitat ti hajde me intervista, hajde me gazeta. Nuk shkuot mas dite me shku me vizitu bujë që shë ka ban dome. E prej veshimeve, prej ngricav. Kjo arë nuk vynë mo sen, ta është teret kjo edhe livrohet. Sen nuk pres pisaj. E kom pas shit në krejt, po nuk kam, a ardhe ka këshyrë Elkosi, ka thonë nuk bajnë punë. Nuk bajnë se më prish prej ujit, kanë najtë shumë ujë. 3-4 ditë kanë najtë vetëm ujë plotara. Ju keni pa dhe vetë, i kom qu me video, me krejt i kom qu. S'ka mas qa e thamë. Absolutisht po shihet që nuk përdoret kjo mon. Nuk përdoret kjo se qëre ka rrok shivi, është prish kjo, është prish zemrën me dis, kjo nuk vynë punë ma, hiç nuk vynë punë ma. Pa tjetër që t'jetë ndjesi shumë të keqe për shkak se the që përveç shpenzimeve monetare është edhe lodhje psikologjike, mu që herët mëngjes, gjitha ajo punë psikologjike dhe fizike të njëjtën kohë, për shkak se kjo do të mu punu, edhe tu ka dëm punë, po qysh njesh sot Ramadan? Kur e shen është ta në këtë gjendje? Për zotin, unë s'ndi kur fa shprejse. Kur s'fa shprejse, s'ka mas shka viju në këtu. Tjetër që i lëndu shumë normal edhe. Nuk është mundi jem, po është mundi i motrës, motra që ka punu që të që, e nipa që janë shkollë, djemë të vllavi që janë, e vllaznia që i na qo herët unë këtu, unë vish këtu edhe tyre, ka barë dame për zotin edhe tonë familje në mërzitshëm, se për që sajna në hajna. S'kem na që të rrugdalje, vallaj. Unë ju kësha lusa do pak, prej shtetit, me në ndimu pak, ose gjdo kush e shekit intervjist, me në ndimu sa do pak, nuk pa thom shumë, po sa do pak, me në letësu këtë dhimbje e dëbimes. Ti përveç kësaj ore, do me thonë të ka dëmtu edhe ushqimi... Edhe ushqimi baktive, 350.000 kila ushqim baktive që jenë prish lëpve, se me që ato i majna krejt lëp, se tash e din edhe vetë se një duj sonë 5 euro pa kushtian. 5 euro si vjetë një duj sonë, s'mun e merë në 5 euro, dhe duj 50 euro. A ka një euro tash a bon 5 euro. Shtira bon edhe me bleje, shtira bon edhe me përballu këto sene. Ramadan 5 euro do të thonë është bon një duj. 5 euro një duj sonë, pa të betu në nëzët 5 euro. Pse ka shtrejt? Pse është shtrejt? Pse është shtrejt se ka marrë thatë. Ku të merë thatë, për shembull nuk ka bari, qatë shumë, e ata tash i kënë lidhë, që i kënë pas ma herët, e kënë pas që nuk po qetë tu, tash 5 euro bon duj. Unë si ka mërëna 10 ditëve që i kom blerë pashat madhin zëtë, 20 duj ka 5 euro. S'pi bon se janë shumë lop ka lablak, nuk pa ki, i kem 20 lop i kem. E 20 lop, 20 duj nuk ju dalin, se 3 duj në ditë ato i hajnë, se janë lop mira, janë qëmshtore, po nuk përja dalin me ato se është shumë shtrejt. Po të betona shumë shtrejt nuk përja dalin, se tash i ka prish edhe këtu. Në për shembull qitë lakën e kena shit, i kena marrë pare që ato pare, kena ble ushqimin për lëpe, për familje, kena qarkollua për dish. Ama pasha zoten, pisoj bime, ma nuk ka sen. Kjo a dëmtu, 100% a dëmtu. Ska, aj tash unë e muj mi prej, po së një marrë popullin qafune, me laknat prishta, se s'bojnë ma punë, nuk bojnë ma punë, hiç, unë e marrë popullin qaf, se gjynavët e popullin me marrë qaf. Ku nuk bën, ka piju i kjarë, nuk bojnë ma këtu, se i ka prish me ujë, i ka prish ngrica tash vish duhet me livru për pranverë, inshallah jem shnash herat. Dhe krejt kë mund dyte dhe i familjes tonë dhe shkanë pashtë fatkeqësisht.
Po ndim nga shteti, do me thonë nga komuna, nuk e pas. Jo, vallaj, jo, s'kena pas. Ma the ma herët para intervistës një fjallë që të kanë thonë 50 euro, 100 euro. 50 euro, 100 euro. Këto jenë argju 20 euro, i nështi vetëm qëtarë. Me nafta, me fara, me shpenzime, me pëntor, 20 euro po të betonat të zotin qëtarë i kina shti pasha Allahin e madhë. Qëto që hi s'ka bras për shtetit, nuk ka për shtetit. Shteti, a di që merë me të mirë. Shtetit merë me të mirë ku t'i ka votat afer. Por që ta, nuk në gje mot nesit kur qia të ki. Së në gje. Krejt edhe parrym, krejt sendet nuk e ndjek parrym. Jo keni pa edhe vetë, tash parrina për dit parrym. Tashti po lindin edhe biseda tjera dhe pyetje tjera për shkak se Kosova është të përballë me një mungesë të energjisë elektrike, po dihet më. Edhe çifllaku do të thonë ka çat probleme. Çat problem çifllaki. Parrym se sa me rryma. Çat probleme ka dhe çifllaki tash unë me të kallëzu drejt para 2 javë. Na dorëzojmë qumshtin çtu në fshatin Ratkovc. Po tash unë kur e qova qumshtin aty në Ratkovc, po e këshyraj me ato që a dele prisht, as dele prisht. Për mi 250 litra, 300 litra u dof me gju krejt. Dhe me thonë parrym, se na i kem përmishtin friz, po parrym 300 litra po të betonat të zotit që jenë prish shkaku i rrymës. Nalo, hajde, përse që her ngrinjo, her shkrinjo, a i qumshti prishet. Po kuptosh, a i qumshti ka qef viq ftëf me nej. E ku ja dërgova, edhe ku ja dërgova ti, tha, më falë, tha, zotni, tha, tu ka prish tha qumshti. Ta shone s'muj mja prish ati 200.000 litra qumsht, për mja prish ati në Prishtinë, për mi dalë problem atina. Okej, po, që ato që edhe s'ka që të rëgdalë, ish pas prish. Humbje për mu, edhe humbje për ta. Për neve është hera dytë që po të intervistojmë dhe e dim paka shumë edhe jetën tonë që te kena në mërgimin edhe ka orë të në Kosovë. E ke jetu në Itali edhe e ke praktis dhe me tha mërgimin, ke ardhë me jetu edhe me investu këtu në Kosovë. Po, e vërtit. Mu merë me punë të bujqësisë. Edhe ta shte qëfar ndjesie po t'jep kur për krojen që do të me mo nuk e mene asë prej shtetit edhe të njëjtën ku në vitin 2026 halon bujnë për probleme esenciale dhe thelpsore që nështë ati ti vetë ke jetu në Itali dhe tash mi tregu italianit që na në Kosovë hekim pa rrym, janë i skeshë dhe nuk i besohet. Qëfar ndjesie po t'jep, a i është gënyu, a i pëndu që e këty në Kosovë? Qyre, edhe shteti që nuk ka punu, hajtë se kena pas problem, hajtë se rregullohet kjo punë, po tash rrymen. Pse po e nalë rrymen, pse po e nalë populli dritën, se me qatë rrymë populli po kryjnë punë, po i kryjnë krejt shpenzimet po i kryjna. Sha du me ba tash unë na që i kem sandet me rrymë, tash me pjek në i bukën e i sana me ba. Nuk dhezit shpëreti a dhez kur a dhez, tash mo nuk dhezit shpëreti. Nuk bon pa rrymë nuk ka jetë pa rrymë. Po tash po na nalë rrymën, tash i ka fituaj zgjedhjet e veta, a i lunë me popullin qysh t'ja dën shpirt, a i lunë tash vetë. I ka marrë votat që i ka meritu, po meri votat, po dili popullit, a i ka dalë popullit në përveshime, nuk i ka dalë as një popull, sa populli ka met pa hongër, pa pi, sa njëri është pa jetë që se ka mirë, njerëzve i ka një ujë mrena, nuk po e thomë veç për muë, une krejt popullin e kom pa që ka marrë Kosovën, me vëshime, me krejt, mrena ujë, s'kan pas as që të rrugdalje. Sa do pak qeveria me ndimu bre popullit varfër, sa mund është me ndimu, me mundësi, mos shko ti, pa shkoj pa ena me gjypa të zi e prej shtetit, a i vetë ka thonë nuk janë në theke me gjypa të zi une, po qysh me gjypa të zi, ti apa janë është me 4-5 gjypa. Qure, Hashim Thaçi, tash po e ceki, tash po janisi, Hashim Thaçi nuk ka punu për popullin e vetë. Me Hashim Thaçi ne kena pas 30 cent e kena pas bukën. Me Albin Kurtin nësët e kena 70 cent motra jem. 70 cent e kem bukën me Albin Kurtin, 30 cent e kena pas me Hashim Thaçin. Pashat madhin zët, edhe krejt që atë rrugë, Hashim Thaçi i ka punu e i ka nreq, inshallah sa më shpejt në shuhën edhe ta, se edhe babën vetë kom ushtarën e, edhe babën e mu më dhimet me më shku që ti që, pasha zotën.
E vërtet që tash politika është tjetër sa në Hag janë të gjyku për pjesën e luftës edhe po shpresoj që lirohen. Nëse ka diçka për të cilën ata duhet mu dënu, le dënojnë popullin e Kosovës për gjykatës të Kosovës. Çfarë mendimi ki për Albin Kurtin ke, Ramadan? Se po shoh që po flet me shumë mlef edhe me shpirt lëndum. Për Albin Kurtin kisha thonë sa ma shumë me punu për popullin tënë, për popullin e Kosovës, se edhe populli po të voton. Po ta beson e pi rish popullit afër derisa të fiton votat, po rri popullit pak më afër. Qyri njerëz. Por që i ka fitu zgjedhje, domethënë i vetëm pas një koalicion me një përqindje shumë të madhe edhe pa tjetër që do të me bë punën e vetë që shduhet. Po a mendon që ka më bëna herë mirë në Kosovë? Pasha zotin, nuk besoj vi që shalla do zoti band mirë për këtë popull të shkret. Ballken vujt në luft, viç tash pa vujnë edhe ma shumë pa rrim. Ball lufta, hadën luft, ardhe se ardhe, ka në luft, unë për veti nuk e majnë mend, për shumë unë kom një për familjarve, pasha zotin ma mire kënë pas sendet për para, sa që tash e. Me 3 sende mu të remë së në blesh kur gja. 50 euro, pa të hupin, s'pa ka hiq fitim bre, pasha zotin e madhë, hiq fitim s'ka. Send, hiq jetë e shtrejt, apo jetë e shtrejt, ti në Itali jo pak ma lirë, që të qenë pak ma shtrejt, pasha zotin, do send ushqimore, ma lirë janë mërgim, sa janë Kosovën tonë. Pasha zotin, shumë sendet shtrejnë. E që ndanko që po ja dalim, se për shambull çmimet janë në status. Pasha të madhin zot qëre, po ja dalim, diqysh po... shqyr zotit i kofrën falë ati net, se s'po merë ngrit, s'po merë burë, e po na len pak me punu. Që pasha të madhin zot, që të qenë në Kosovë ishëm me rru. Për ushqime shtrejta, katastrofë, po ka derë të lumi zot, edhe pak pa munduar, pa qarkulloj, pa kuptuar, jo ato, pa punojna, se valloj me pas kanë burë, e mas me mujt me dal, pasha Allahun e madh, ishëm në që të qesh. S'kishëm mujt me dal, nuk ishëm mujt me dal, pasha zotin. Përmendëm pak që ka bo dome edhe në Sillash, po? Po. Edhe të njëjtën kohë në ushqimin e bagëtive, edhe tregove që ushqimi kafshëve është rritur shumë. Është rritur shumë, do me thonë... 5 euro është bëni duj. 5 euro bëni duj san, do me thonë tash që ajë Syllazhi, që aprishi lopëve, se ajo është misër, për na kena bon Syllash, e kena korra, apo kuptosh? Edhe tash që ajë thesi për me ble na është 7 euro. Po tash na nuk po i kem kushtet ma shumë, nuk po muj me dal, a dhe i blejna 10 thas, 20 thas, po tash na 100 thas, 700 euro, s'muj me blej, se pa duhet me angër pak ljavë, pak me majtë familjen, kam i shky ato pare, kam i shky 500 euro, a te kafra, a te familjara, mos zot s'mu dikush, tash 20-30 euro, a i shqyqyr që pa janë, 20-30 euro vish barna, barnishta, apo kuptosh se tash o gripi, jo fëmija, jo s'mu nana, jo s'mu motra, pa duhet me qu, sha me bon tash me 500 euro na, a me këqyr, me ble ushqimin e kafshve, a me ble për familje, ka me qu, 7 euro tash a bon një thes Syllash, sha me bon tash, ato e në prish, ato kënë ardhë për zotit, po tash duhet me dal pak, së do kush e shek ta me në ndimu pak, mas me na la me vujtë si popullin e Kosovës. Ndihma do të mu kërku mas shumë të prej shtetit Kosovës, për shkak se do të më ndajnë ndihmë. Po, unë kam dëgju që edhe subvencionet, cilat është dasht me i marrë jo... Kur është dasht me i marrë subvencionet? Subvencionet a duh me i marrë në shtator, në tetor. Shtator, edhe Hala nuk i kena marrë, të misrit, hala, të gronit se kena marrë hiq, qumshtit se kena marrë hiq, asni subvencion se kena marrë. Aj ma shumë pa të njëmon mërgata, sa pa të njëmon qeveria. Shqyqyr zot që i kemë që ta mërgatën, Allah i rujt kudo që janë në fund botës. Se ma shumë për në dalin zot ata, sa që kjo qeveria 4 vjeqare. Po pse Ramadan kënë ngecje e shtetit në këtë pjesë, do më tonë pse janë nuk pëlqohen subvencionet për shkak se si i vetme edhe në momentin që folë për këtë problematik, fletë për gjithë kolegët e tu, për gjithë fermerët edhe vëjshit e tjerë. Aje din vetë, pëse s'pin shanë? Aje din vetë, pëse s'pin shanë? Subvencionet dhe bujqve,
Se besonet e prodhusit. Që thë kësë bënë mushkil prodhusi. E ku më prodhusi tash? Ku je ti? Tash ajo në karrik, ne jena këto shëmi bëhe, s'pa vjen me na vizitu. A i vetë, din ku janë së mbesionet. Ma i meqe mos i naj. Ramadan, ushqimi baktive është trejtu, po produktet e qumshtit, qa shqit një prej produkteve të qumshtit, qumshtin, apo Qumshtin vetëm e dërzojmë qumshtin, po qumshtin e dërzojmë. është shtrejtu litra e qumshtit pas... Allah, ja shtrejtu 2-3 cent. 2-3 cent, sa po shkajnë litra e qumshtit me shumic? 60. 60 cent me shumic. Po 50 e... Më zgabofsha 58, a konë 60, a bom doke, 60 cent. Po me pak kica, e shqitni apo nuk e shqitni me pak? Ja, na vi që dërzojmë shtu që, vitëm me dërzojmë, po para një avën të kalzova, që ish pas prish krejt puna rrymës 300 kila më kënë prish qëmë, a duh me i gjuhë, se nuk muj me bon sa i prishët të helmën, a kuptur. S'kem ша me bon, a prish, a duh me gjuhë, 300 litra. Që kjo bim vjen prej Zotit. Edhe këto vërshimet... Po, edhe vërshimet, krejt në regët prej Zotit vinë. Po që kjo rrym po vjen për njëriot, po na prishën senet, po na prishën qumshti, shka me bona, ku me qua ata që në prishën, duhet me gjunë e lumë, shka me bona, aj nuk pijet, nuk marrot as një gjanë, aj qumshti a prishë se shka kuj rrymës, rrymën kush për asi, rrymën nuk e nalë Zoti, njërio, i ka në pundur, qka ka bëna i me rrym nuk di gjane. Katastrofë, shumë katastrofë, është kjo rrym.